britanez thonë që nuk ka kohë të keqe, ka vetëm tesha që janë të përshtatshme për kohën. 3 deri në 4.000 përdorues të biçikletave. Biçikletat janë pjesë e mobilitetit të kryeqytetit. Rrugën Agim Ramadani nën kalimin na kanë bllokuar që një 2 vjet, po tash do ta bëjmë edhe atë dhe krijohet sistemi nikahor. Kemi edhe skuterat elektrik, po kemi më pas edhe biçikleta elektrike. Kryetar, I keni pru biçikletat, edhe cili ka qenë synimi për me bo një sistem tillë biçikletave në kryeqytet? Biçikletat janë pjesë e mobilitetit të kryeqytetit, pra 10 pika të reja që I kemi instaluar në kryeqytet ndërlidhen me stacionet e autobusëve, edhe për fat mirë tashmë 25.000 më shumë qytetarëve që janë regjistruar edhe po përdorin këtë sistem. 8.000 faktikisht janë të regjistruar këtu me letra, si thonë te na. Derisa 3-4.000 çdo muaj e përdorin rregullisht. Kryetar, a mundesh me na kallëzu cili ka qenë suksesi deri tashëm që e keni pas si komunë për biçikletat që I keni kriju? Ka qenë një sukses shumë I mirë faktikisht, sepse deri tash e dim që I kemi më shumë se 25.000 përdorues të biçikletave. Janë regjistruar rreth 8.000, pra 8.000 konto të regjistrume. Gjatë muajit përdoren 3 deri në 4.000 përdorues të biçikletave, edhe kjo po zgjerohet tash edhe më shumë, por në 4 vitet e ardhshme do të shtojnë edhe pika tjera shtesë. I kemi pas deri tash 10 pika të ndërlidhura me sistemin e autobusëve. Tash e dini që kemi tripin, transportin e ri të Prishtinës, edhe projekti e parasheh zgjerimin e biçikletave në të gjitha pikat e kryeqytetit për me pas qasje edhe me biçikletë në ato zona, për shembull ku edhe nevojitet ose ku nuk ka qasje me autobus. Pra është një sistem I përgjithshëm, I ndërlidhur, një sistem I mençur që e ndihmon mobilitetin në kryeqytet. Kryetar, do merr mendja që krejt që ky sistemi biçikletave ka me ndrru pak mentalitetin e qytetarëve të Prishtinës. Absolutisht që po, domethënë sistemin të cilin e kemi kriju nuk është sistem që ne mendojmë me qenë fit improves për kompanit, po me qenë sistem I cili krijon një qasje të re, një mundësi të re në mobilitet për qytetarët tonë. Pra është gjysorën e parë e ki lirë, e ki faktikisht falë, e pastaj është një si charge nominale, të cilën tash edhe me kuletën digjitale dojmë ofru edhe si pjesë e biletës mujore. Do të thotë mu bo krejt bashkë me një biletë edhe bicikletat edhe trafiku urban. Pikërisht. Edhe kjo ka me ndihmu mobilitetit në kryeqytet edhe ma shumë, edhe me stimulu edhe ndryshimin e mendësisë, se faktikisht me vozit bicikletën është edhe më e shëndetshme. Pra qytetarët e mbajnë edhe shëndetin më të mirë, faktikisht më rinë prej pikës A në pikën B edhe më shpejt. E po ashtu e kanë një të thonën këta britanez, thonë që nuk ka kohë të keqe, ka vetëm tesha që janë të përshtatshme për kohën. Kështu që veç veshni teshat, të cilat janë të përshtatshme për kohën, edhe shëndetin e keni top si rezultat I vozitjes së biçikletës, I hecjes, pra e stimulon shëndetin e qytetarëve. Kryetar, apo më kallëzon kështu, përveç krejt shtyjnë seneve që po I folim për një me që ky sistem, a ka nevojë hala për kërsi të reja, si kjo që jena ato ecna prej fillimit atje, a ka nevojë për investime shumë më të mëdha, sepse na jena ato ecë me një zonë e cila ka kërsi, mirë po jo krejt qyteti ka kërsi. Pra sistemi mobilitetit është po ashtu pjesë e linjave të reja të biçikletave, e kemi edhe sistemin nikahor tash në unazën e mbrëmshme. E din që rrugën Agim Ramadani nën kalimin na kanë bllokuar që një 2 vjet, po tash do ta bëjmë edhe atë dhe krijohet sistemi nikahor me linja të mira të biçikletave, të këmbësorëve, pra gjitha këto pika të cilat I ndihmojnë mobilitetit në kryeqytet, edhe lidhen me parqet e reja, edhe me parqet në Gërmi, po ashtu tash edhe me parqet në Kalabri, Parku Bardha,
pra gjitha pjesët si Bregu i Diellit, Kalabria, Dardania, Topania, Qendra, Ulpiana, Prishtina vjetër, gjitha janë të ndërlidhura njëra me tjetrën me sisteme të biçikletave, të linjave të biçikletave. Kryetar, krejt kjo rrugë e lidhme me korsi për bicikleta. Ata është jena në tunelin e Kurrizit, tunel që është renovu edhe këto është korsia e bicikletave. Tregom kur krejt Prishtina ka me pas korsi të bicikletave dhe me kanë jeni të punu për bicikleta. Din që na kemi pas workshops me Urban Cycling Institute, dhe një institut holandez i cili merret specifikisht me qytetet edhe ndërlidhjet linjave të bicikletave në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, pra këtë kemi bërë dhe po vazhdojmë tash. Gjatë 4 viteve të ardhshme kemi me ndërlidh të gjitha sistemet, pra edhe këtë autobusave me sistemin e bicikletave, po ashtu edhe të skuterave elektrik tash, kemi edhe skuterat elektrik, po kemi me pas edhe bicikleta elektrike sepse din që topografia e kryeqytetit është pak e vështirë me pas. Është një farë grupe. Është një farë ashtu topografi me kodrinore. Edhe i duhet me pas sisteme të ndryshme për qytetarët të cilët për shembull udhtojnë prej pjesëve kodrinore në rrafsh, pastaj prapë me ungjit në pjesë kodrinore. E tash do t'i kemi edhe skuterat elektrik, bicikletat elektrike që janë pjesë e këtij sistemi që i ndihmon qytetarëve në aspektin e mobilitetit. A kanë më bu edhe ato, ma herët e kena përmend një bilet. A kanë më bu edhe ato me një bilet krejt. Domethënë edhe kjo është ideja që kuleta digjitale tash ka me ndërlidh edhe me sistemin për bicikleta, që kemi me pas një sistem të ndërlidhur të mobilitetit urban. Kryetar, faleminderit shumë për kohën, kënaqësi me bo xhiro me bicikletë me ty në për rrugë të shtetit. Nasia ime po e sheh çfarë qyteti fantastike kemi, një energji super pozitive tëmë. Po shpresoj që 4 vjet e ardhshme, nëse veç jeni të veni fitores, më u bo edhe ma mirë. Absolutisht, po me qenë mrekullueshëm, nuk kam dyshim, Prishtinën vetëm po e qesim platformë të qyteteve me emocion super pozitiv, që turistat edhe po kanë qef tash me ardhë, me kalu kohë, edhe në evente të ndryshme të artit, të kulturës, të rinis, të inovacionit, të kreativitetit. Që që qënë Prishtinën për te i durim. Let's go! Hajde!